Përshëndetje, në këtë epizod do ta diskutojmë një ndër temat më të rëndësishme të prindërve sot, është ekspozimi në teknologji. Edhe për me diskutu këtë temë e kam Valmir Hazirin këto, programer. Mirë se erdhe Valmir. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Përveç profesionit, na jemi shumë me fat që në qëtë platformë e kemi një komunitet të gjerë të njerëzve që mundemi me marrë inputin e tyre për tema të shumta dhe sot jam shumë e lumtur që po vjen një profesionist si ju për me diskutu një temë shumë të rëndësishme në fëmijërinë e hershme që është ekspozimi ndaj teknologjisë. A mundesh me na tregu pak për profesionin tënd e mas ne vazhdojmë me fol për tema tjera? Po, unë jam Valmir Haziri, me profesion jam programer. Merr me programim që për mi 15 vite. Edhe kryesisht me këtë teknologjinë e re që është AI ose blockchain ose tjera, pra merrem kryesisht me këtë high-end technology. Përveç profesionit, arsyeja pse na njihemi është pse ti je pjesë e komunitetit të Nido Montessorit për rreth 4 vjet tash. Na e kemi fatin me pas vajzën e juaj në shkollën tonë. Po du me të pyet diçka që po besoj që edhe shumë njerëz tjerë kanë pyet për gjatë jetës, është qysh ka qenë që ky problemi i ekspozimit në teknologji për ty si programer, kur ka qenë puna për rritjen e hershme të vajzës tuaj? Duna me fillu prej fillimit, pra kur ka lind qika, Sia qika me ka lind në Covid, do me thonë bashkë kur pik Covid-i, edhe jemi kon t'izolum, jemi kon mrena dhe normal që u desh dyqysh me entertain ose me bo diçka me to që se s'mushim me dal jashtë. Po na prej fillimit e kemi pas si qëllim si prind, mos me ekspozu në ekrana, në screen, qëllimi ka qenë minimum deri në 2 vjet. Po jemi mundu sa ma shumë edhe kemi arrit diku deri në 3 vjet, gati 3 vjet mos me ekspozu në screen time, po njështu edhe në sheqer. Pra, do me thonë, kanë qenë këto si dyja, si kombinim që kemi provu me majtë sa ma qetë fëmin edhe mu fokusu edhe me mujtë me kry ato vete veta. Gjatë takimeve që kemi mbajt, e di që e kemi diskutu shumë shpesh këtë temë edhe kur na po thojmë screen time, njerëzit në shumicën e rasteve mendojnë që është iPad ose telefoni. So ka qenë e vështirë komplet prej teknologjisë me evitu si janë? Po që pyetje shumë mirë, kryesisht unë që merrem me teknologji, unë kam plot monitora, kam laptopa, iPada, telefona, pra se duna me testu në kretë teknologjit çka do të qenë tu programu. Edhe njashtu edhe për shembull televizorat që kanë për shtëpi. Po se një parë që e këmë bënë u kanë, me këtë televizorin, pra nësë që kemi përdor televizor, se këtë me laptopa, këtë sa në piki aty, po kur nuk kemi ofëru fëmis, kur nuk kemi kallëzu, mi thonë që qyre ti mos më knash me këta. Gjithmonë kemi provu me ja spjegu që kjo është puna jonë, na këtu punojna, edhe kur dojna me bo diçka tjetër, kur dojna na me lujt bashk, na kemi plot lojna tjera, libra tjera, gjithçka tjetër, përveç kompjuterit. Edhe deri vonë nuk e ka kuptu edhe bashkë çka është ajo dhe çka ka mrena. Pra, do thot, nuk kemi provu sa ma shumë mos mja ekspozu që me mësu edhe ma një me lyp. Se që dim edhe na teknologjia tash kryesisht në për social media, algoritmet janë dizajnuar për me të bë addikt. Ki plot, do thot si YouTube, si këtë tjerat, këtë janë të menume për me të bë ty më varë për saj edhe ti me pas nevojë me këshyrë. Nuk është vetëm te varësia direkte ku është edhe që e lun edhe dopaminën e fëmis, e knaq shumë shpejt edhe mane e lëshan edhe mane edhe fëmit bon, kanë shumë tantrum, të spedin në Shqip që thëjnë, po që fillojnë me kajte që del për kontroli, për shembull që ka janë, total i ka pas 2 tantrume, edhe ne jemi shumë krenar me ata, që kemi provu pra mos me ekspozu në gjithë shka që me menagju sa ma letë fëmine dhe normal me rrit një fëmit shnosh. Ti veç i përmendet disa prej avantajeve që ju i keni po prej evitimit të kohës në ekran, po kisha dashur me ditë pak ma thellë, pak ma shumë prej gjanave që ju i keni po si pozitive për shkak që Sia nuk ka qenë ekspozuar në ekran. Po, një prej senave është që Sia të kupton. Pra kur fol me to, mundesh me negociu, çka do që ka, do me ble një lojë tre, do me shku diku, nuk do me kry një lojë, ose nuk do me këthy në shpe. Si këtë fëmit, këtë kanë diçka. Po mësim mund është mull, edhe me fol, edhe me ja spjegu pse po ose pse jo, edhe të kupton edhe vjen me ty. Kjo ka qenë njëra prej benefiteve tona më të nalta,
Tjetra ka qenë ushqimin kur e han, nuk ka nevojë me u dekoncentru në sene tjera, edhe e shijon ushqimin, edhe është shumë ma e shnosh për shkak kësaj, për arsye se nuk kemi nevojë me i dhon fast food ose nuk kemi nevojë diçka me i dhon që me mujt me nxit ato me hangër ushqimin. E han çfarë do ushqimin që ofrojmë, do thotë është edhe aty. Tjetra është nuk ka nevojë non-stop me qenë përpara një ekrani për me mujt me qetësu. Emocionet e veta shumë mirë i menaxhon, edhe që thash nuk ka pas tantrum. Po njashtu edhe kur fol me ta, mund është me pa që ajo thjesht kupton, edhe nëse po don shumë me net aty me ata fëmijë, mund me të pyet papën edhe 5 minuta. Pra edhe fillon me negociu me ty, nuk është që fillon me kajt edhe me eskalu situata aty në kopsh ose kudo që është. Që të janë disa prej benefitave, pra dhe me thënë si ushqimi, të fokusi edhe rregullimi emocional që e bën. Diçka që ti nuk e përmende, po unë po du me përmend, tash nuk e dia për shkak të modestisë ose ndoshta për shkak të profesionit, është se si ja ka filluar me fol shumë herët edhe shumë herët ka filluar me fol shumë pastër. Po. Ekskluzivisht e ka fol gjuhën shqipe në fillim, apo? Po që e ka qenë qëllimi. Si ja ka fol për 3 vjet gjuhën shqipe ekskluzivisht në mënyrë shumë të pastër. So ka qenë e lehtë ose e vështirë për juve me ekspozu ndaj një gjuhë tjetër, për shkak që ju e keni sjell në shkollë ku është folë anglisht, edhe qysh e keni përjetuar që të aspektin e të pasurit në fëmijë bilingual? Po. Unë di 3 gjuhë. Unë jam rrit një jetë me 2 gjuhë. Do thotë unë vetëm e kam një precedent, e di ç'është, është e di çfarë do të thonë me qenë ashtu. Po na si familje sijes kemi vendosur që fillim me pas gjuhën shqipe, pasi që është edhe më e vështirë, është gjuha am, edhe me fillu me mësu ato, që me pas sigur aset për ma vonë. Po që kena bo është që na për fillimi kemi folë me sijen, si normal njerëz. Nuk kemi folë me gjuhë të bebave që thojnë, ose që m'ja ngrit, edhe që është folin si beba. Na kemi folë për fillimi me ato qartë, për fillimi çdo fjalë, po njashtu edhe gjatë kur ka filluar edhe me i përmend fjalët, kur ka filluar edhe me i mësu fjalët, na kemi filluar edhe shkronjat m'ja spjegu ose m'ja demonstru përpara që ajo me pa se qysh është ajo Simboli. Po të shkronjës tyre, po ose qysh me e thonë, qysh me theksu tingullin, po. Ajo ka qenë një prej sfidave më të mëdha, se nuk mund është një sen çast abstrakt m'ja spjegu një fëmijës. Është shumë komplekse për fëmin me i thonë thuj thë. Se gjuha është mbranda edhe nuk ta sheh. Rrjedhimisht nuk e din ti çka e të bë mbranda. E qysh ti kemi thonë thë. Që ato ndoshta edhe disa fëmijë tash nuk e din, nuk jam unë në lëmi, por disa fëmijë nuk mundin me thonë thë, ose e thonë si shumë, ose është si shkroj problematike. Do thotë që ashtu na kemi provu konstant me mujt m'ia spjegu se cilat shkronja qysh thuan, si pastaj jo, kemi bë plot që si lojna, që si sa ne kemi gjetë që me lujt rreth shkronjave, për me mujt me fillu me i thonë shkronjat qartë, për mujt me i thonë fjalët qartë. Që ka qenë një prej, pra ka qenë me folë me to qartë, shkronjat me jam su qartë, edhe mos me ekspozu në, që thash për shembull në fillim gjuhën e dytë, po me mësu një gjuhë të parë, me pas ata set, edhe ma ne me vazhdu në gjuhën e dytë, masi që e përvetëson të parën. Qysh ka qenë që ky procesi i mësimit gjuhës dytë? Unë e di që ajo veç ka qenë ekspozume non-stop në gjuhë angleze në shkollë, mirë po aja keni mbështet edhe ju në shtëpi? Në shtëpi kena vazhdu procesin e njëjtësi në gjuhën shqipe, kena vazhdu në gjuhën angleze. Për shembull, ndonjë ditë ka ndonjë fjalë. Po them water. Çka është water? Edhe na kemi shumë shpjegim, do water është ujë, edhe shkruhet kështu, është water, do të kemi provuar non-stop me lujt, me kriju një humor rreth asaj fjale, që me përmend disa herë që edhe ajo mu adaptu me atë fjalë. Do të thotë kemi shku fjalë për fjalë. Do të thotë është një proces gradual, i ngadalshëm ndoshta për disa njerëz, po fëmia që ashtu po mëson edhe do thotë na kemi provuar non-stop mu adaptu se qysh pe ka qef fëmia me mësu, në këtë rast me lojna dhe me humor pak, ajo ka qef shumë humorin si ja, rrjedhimisht me humor na ka shumë mirë. Kur keni vendos me regjistru si janë në kopsht, qysh ka qenë procesi edhe qysh keni vendos për metodologjinë Montessori?
kur kemi fillu me bo prind, normal si këtë prind, edhe dora me cikë që si është fëmija e parë. Edhe kur kemi fillu si prind, normal që kemi qenë shumë të friksum se qa kena me bo, qka është kjo, kur gjësë në s'kena dit. Edhe kemi fillu me hullumtu, pasi që edhe na bëjna hullumtim për shak punës që i kemi fillu me hullumtu dhe kemi këshyr krejt qardhët gati në Prishtinë. Kemi listu edhe i kemi rate edhe i kemi këshyr në pas dritës, metodologjisë, edhe normal hapësirës kopshtit edhe kualitetit të ndërtesës që është aty. Pra do me thënë, kushtet na që i kemi në shtëpi, kemi provu me i gjetë diku ku janë ngjajshëm si ajo, e jo me çu për shembull disa vende që ishte pa dritare. Edhe kemi gjetë Nidon, duke se ka qenë referral, nuk jemi sigurt, po kur kemi ardhur atje na jemi qenë bindur që kjo është ai vendi që na jemi qenë të lyp. Ka pas edhe tjera që kanë qenë Montessori, po Nido Montessori ka qenë shumë më afër asaj na që kemi dashur dhe na që kemi menu se çka është Montessori. So prej metodologjisë e aplikoni në shtëpi edhe so prej gjërave që si jave që mëson në shkollë, kisha dashur me ditë i shihni ju në shtëpi. Na nuk kemi shumë lojna ose gjësene sigur këto që i keni ju në shtëpi. Na po provojmë non-stop me pre aplikacionet juaj ose tjera me kopju ose me mësu prej juve, tash edhe me podcast. Po provojmë me mësu që me mujtë me adaptu. Na i kemi ato tonat, metodat tona që ne i këshyrim gjejmë në internet, i mësojmë edhe këshyrim se qysh mi bo. Unë për vete, se tash edhe mas jemi 2 prind, nana ajo merret provon kryesisht me matematik edhe me shkrim, pra ajo provon me nxitë në çat drejtim, pasi që edhe është pak më e mirë në atë aspekt si krahasim me mua. Unë jam më inxhinier, unë kam qef më me ndërtu diçka, me ngjit, me bënë aeroplan diçka. Edhe ajo, unë si na ndërtojmë. Ne kemi ato, ne jemi builders, edhe ani na përshkon, dhe me thëmë me vetë, ajo i vizaton e tjera. Pra i kemi, pak se kemi do 2 role, po menoj që, dhe me thëmë, puna e dyve është u overlap, edhe është të e bo afërsisht punën e këtuit, po, është të adaptu, po. Valmir, për me dosh me bu një pyetje që po besoj që shumë njerëz e kanë, çka kishte me qenë diçka që ti kishe rekomandu për prind e ri, ndoshta të dikush që nuk mundet ose nuk e ka mundësinë ose që veç se e ekspozon fëmin deri në një nivel në teknologji, çka kishte me qenë inputi ose rekomandimi yt në këtë rast? Këtu pak e kisha po si pjesë ekonomisë, është return of investment, ose shme i qujt, se fëmija ti mundesh me telefon ose me diçka, mundesh me i pështu 5 minuta për fëmijës. Po nesër ka me ti marrë 10 minuta për shkak që ka me ju disbalancu sistemi nervor, ose ka me qenë më nervoz, ose ka me lyp diçka më shumë, dhe thot, teknologjia po e ngacmon që thashë në fillim, po e ngacmon drejt në dopamin, po e ngacmon drejt në mendimin e fëmis, edhe vane fëmija po bëhet ma i acarum, ma po është agitated, edhe nëse po lyp diçka, nëse si jep për njerë mundet me eksplodu në tantrum që thash. Unë e menoj që prindërit duhen fillim me rezistu. Është krejt fillim që e rezistenca. Nëse mujt e para, 2 mujt e para me rezistu, po edhe bëhet shprehje, edhe bëhet normale, edhe bëhet pra për neve shumë normale. Po do të me pas parasysh se disa familje jetojnë vetë. Pra është vetëm nana në shtëpi ose vetëm baba në shtëpi. Edhe mund me pas nevojë për pak hapësirë për me dhënë fëmijës teknologjinë. Unë mendoj që ata duan me gjetë diçka tjetër, me preokupu fëmin e jo drejt në teknologji, kryesisht deri vitin e 2 diçka. Po është edhe pjesa tjetër ku janë familje në Kosovë që janë plot, pra në bashkësi. Edhe aty mund me pas djali agjes ose djali hallës, dikush e ka telefonin. Edhe tash mendoj që e krijon atë problemin tjetër. Pra edhe aty është një rezistencë që duhet më pas, po kjo është ajo puna e prindve. Kjo ku duhet prindi më kallëzoj fort, me vendos fix që ka me ndodh, edhe me thonë që teknologji nuk kena me përdor, pra ekran nuk kena me përdor, derin që të mosh, rrjedhimisht duhet me gjetë opcione tjera. Edhe pastaj kjo rezistencë krijon nevojë për me
gjetë ti opsione tjera, ti kemi gjetë opsione tjera. Para se me përfundu, po du me të ngacmu pak, për shkak që na folëm shumë për dome që i sjell ekspozimi i teknologjisë tek fëmijët në fëmijërinë e hershme, pak po du me fol për avantazhet që i sjell një ekspozim i limituar edhe i kontrolluar në teknologji tek fëmijët. Po, për tash si kur i ka vë 3 vjet, normal që ka qenë shumë i rritun edhe ka pas kërkesat e veta, u bë person vete, do të thotë i ka ato të veta, tash është një person, pra nuk është vetëm beb. Edhe na kemi fillu me provu me ekspozu gradualisht në teknologji, po në mënyrë kontrollume edhe të limitume. Kur po them mënyrë kontrollume, nuk në fillim e kemi provu YouTube-in, po e kam këshir njerë unë. Pra do me thënë, unë e kam qenë në filteri para se me mërit e fëmija. Edhe e kam vret që në YouTube, kontenti që krijohet aty nuk ka bazë, është vetëm drita, ngjyra edhe disa fjalë, po nuk mëson kurrë. Edhe nuk, do thotë, thjesht është kontent pa bazë. Pase, po, është shumë e mërziqme. Pastaj na qa e kemi pyet Ylkën, pra të Nido, drejtoreshën, edhe na rekomandoi Netflixin. Edhe pastaj do më hina e këshyra Netflixin, se unë e kisha ashtu kështu, po e pash që te Kids Place është shumë e kontrolluar. Si gjuha, si edhe kontenti që i jepet aty të mëson. Pra nuk është vetëm content sa për hir me postu diçka, po është content që ka pak bazë mbrana. Edhe që ashtu gradualisht kemi fillu me ekspozu, normal me të limitum, edhe tu mos e asociu me një aktivitet tjetër. Që kjo është edhe shumë e rëndësishme. Si për shembull, mos me asociu me ushqim. Mos me asociu para gjumit. Mos me asociu mëngjes drejt. Pra mëngjes kur çohemi është një qetësi në shtëpi, na duhet mu përgatit, jo me fillu për njerë me idhejës kërë teknologjit. E tash, do thotë, që kemi fillu, e benefita që kanë qenë, shumë ma shpejt filloj me mësu gjuhën shqipe, atë angleze. Edhe filloj me mësu pastër, shumë qartë, ma mirë se unë, pra jo fëmijë, shumë thjesht është fascinuese, shumë mirë për folë, po tash përshojmë shembull, do të kesh një benefit, prapë kjo e ka dhe një të keqe. Tash përshojmë që ka fillu shqipen me folë me theks. Pra do të thotë anglishtën e folë pa theks, e folë pastër, ose me thonë theks amerikan, se qësi është Netflixi, nuk është UK ose diçka tjetër, po shqipen për folë, thuti o të jetu në Amerikë. Kjo po është pak qesharake, po me njënë unë tash po provoj disi me majtë si një balans, tash është një luft me së të në dy gjuhëve, do të marrë një balans në disi që aja me i pas të dyjat. Po, diri ti ndohen në kokën e saj që kjo është shqip dhe që kjo është anglisht, normal është edhe mosha. Po, do thot, benefitet janë që mund shumë shpejt me mësu shumë sene të mira, nëse është kontenti kontrolluar. Po. Valmir, unë po du me të falenderu shumë, besoj që shumë gjona që i thati kanë me qenë ndihmuse për shumë prind, po edhe për shumë edukator ose njerëz të lamis tonë. Unë po du me të falenderu shumë edhe me besu që kemi me u taku prap për rekomandimet e tilla shumë të vlefshme. Faleminderit shumë. Faleminderit për teje.